Ja se çfarë i ndodh kolesterolit, diabetit dhe zemrës nëse e hani kos çdo mëngjes. Njerëzit që hanë kos çdo ditë kanë një rrezik më të ulët të zhvillimit të osteoporozës, sipas një studimi shkencor irlandez. Studiuesit e udhëhequr nga Emon Laird i shkollës mjekësore në Trinity College Dublin, i cili publikoi studimin përkatës në revistën e osteoporozës, Osteoporosis International, sipas New York Times, studiuan të dhënat e 4.310 njerëzve mbi moshën 60 vjeçare, duke lidhur dietën e tyre me shëndetin e kockave. U zbulua se konsumi i përditshëm i kosit lidhet me një rrezik 39% më të ulët të osteoporozës dhe një rrezik 31% të ulët të osteopenias te gratë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Si dhe një rrezik 52% më të ulët të osteoporozës te burrat, krahasuar me ato që nuk e konsumonin fare kosin. Njerëzit që hanë më shumë kos në dietë kishin 3 deri në 4% dëmësim më të lartë të kockave se sa ata që nuk e konsumonin ose e konsumonin fare pak. Kosi është një burim shumë i mirë i mineraleve të vitaminës D dhe të vitaminës B, kalciumit, proteinave dhe probiotikëve, gjë që e bën atë shumë më të dobishme, citon Laird, duke theksuar se të moshuarit kanë çdo arsye për të ngrënë kos dhe nëse duan kocka të shëndetshme, atëherë duhet ta kenë në pjesë të pandarë të dietave të tyre. Kosi është një produkt i qumshtit shumë i njohur, i marrë nga fermentimi bakterial i qumshtit. Bakteret e përdorura për kosin fermentojnë laktozën, një sheqer natyral që gjendet te qumshti. Ky proces prodhon acid laktik, një substancë që shkakton koagulimin e proteinave të qumshtit, duke i dhënë kosit shijen dhe strukturën e tij unike. Kosi mund të bëhet nga të gjitha llojet e qumshtit. Varietetet e bëra nga qumshti i skremuar konsiderohen pa yndyrë, ndërsa ato të prodhuara nga qumshti i plot konsiderohen me yndyrë të plot. Kosi i thjeshtë i përgatitur në shtëpi pa aditiv është një lëng i bardhë i trash me një shije të mprehtë. Megjithatë, shumica e markave komerciale përmbajnë përbërës shtesë të tilla si sheqernat dhe shijet artificiale. Prandaj është shumë e rëndësishme të konsumoni kosin e përgatitur vetë në shtëpi për të marrë të gjitha këto përfitime. Kosi përmban pothuajse të gjitha lëndët ushqyese që nevojiten trupit të njeriut. Është i njohur për përmbajtjen e kalciumit, mineraleve të nevojshme për dhëmbët dhe kockat e shëndetshme. Vetëm një filxhan siguron 49% të nevojës tuaj ditore për kalcium. Kosi është gjithashtu i lartë në vitamina dhe kompleksin B, veçanërisht vitaminën B12 dhe riboflavin, të cilat janë të dyja që mbrojnë kundër problemeve të zemrës dhe disa efekte të lindjes së tubave nervor. Një filxhan me kos siguron 28% të rekomandimit ditor të fosforit, 10% të magnezit dhe 12% të kaliumit. Këto minerale janë thelbësore për disa procese biologjike si rregullimi i presionit të gjakut, metabolizmi i shëndetshëm i kockave. Kosi përmban shumë protein. Kosi përmban një sasi të madhe të proteinës. Proteina është treguar se nxit metabolizimin e njeriut, duke rritur edhe shpenzimin e energjisë ose numrin e kalorive që digjni gjatë ditës. Marrja adekuate e proteinave është gjithashtu e rëndësishme për rregullimin e oreksit, për rritjen e prodhimit të hormoneve që sinjalizojnë ngopje. Mund të ndihmojnë në uljen e numrit total të kalorive që konsumoni, gjë që është e dobishme për kontrollin e peshës. Disa lloje mund të jenë të dobishme për shëndetin e aparatit tretës. Disa lloje të kosit përmbajnë baktere të gjalla ose probiotik, por shumë kos është i pasterizuar dhe një proces i trajtimit të nxehtësisë së kosit vret baktere të dobishme. Kosi mund të forcojë edhe aktivitetin e sistemit imunitar. Konsumi i rregullt të kosit të përgatitur vetë në shtëpi përmban probiotik, mund të forcojë sistemin imunitar dhe të zvogëlojë gjasat për infeksione. Probiotikët magnezi, seleni, zinku janë pjesë përbërëse e kosit dhe të gjithë këto janë efektiv dhe pozitiv për shëndetin e sistemit imunitar. Kosi do të ofrojë përfitime të mira për shëndetin e zemrës. Kosi përmban kryesisht yndyrna të ngopura. Një sasi e vogël e acideve yndyrore mono të pangopura gjenden te kosi. Disa studime tregojnë se marrja e yndyrnave të ngopura nga produktet e qumshtit
rrisin nivelin e kolesterolit të mirë i cili mund të ketë efekte mbrojtëse për shëndetin e zemrës. Studime të tjera kanë treguar se marrja e rekomanduar e kosit në dietën tuaj do t'i japë rezultate fantastike në parandalimin e një sër komplikacionesh. Këshillohet kosi i cili përgatitet vetë në shtëpi, në mënyrë që përfitimet jenë të larta dhe të evitoni gjithashtu një sër efektesh për organizmin. Kosi është konsumuar nga njerëzit prej qindra vitesh. Ai dallohet për vlerat e larta ushqyese dhe konsumi i rregullt i tij do të sjellë përfitime të shëndetshme për organizmin. Kosi do të ndihmojë në humbjen e kilogramëve të tepërt. Për disa, dëshira për të humbur peshë mund të bëjë ato të kthehen në çdo lloj zgjedhje, qoftë një ushtrim ndërtues në palestër, ose vëzhgimi i dietës së tyre, ose zakoni një kombinimi të këtyre gjërave. Sa i përket dietës më të shëndetshme, kosi nuk është i rastësishëm në programet dietike të shumë dietologëve. Kosi për një zorë të shëndetshme. Shëndeti i zorrës mund të mos jetë diçka për të cilën mendoni shpesh, por është thelbësor për të mbajtur një mënyrë jetese përgjithsisht të shëndetshme. Zorrët tona janë përgjegjëse për tretjen e ushqimit dhe thithjen e lëndëve ushqyese, ndaj është thelbësor që të funksionojë si duhet. Një gjë që mund të ndihmojë në këtë proces është edhe kosi. Ndihmon për të pasur kocka më të forta. Nëna juaj gjithmonë thoshte të pini qumësht për kockat tuaja. Ndoshta ndryshe nga shumë gjëra të tjera, kjo ishte e vërtetë. Ajo ju ka harruar që t'ju thotë se kosi gjithashtu mund të ndërtojë kockat tuaja. Produktet e qumshtit, duke përfshirë edhe kosin, janë në burime të shkëlqyera të kalciumit, i cili është një mineral kryesor i kockave. Kosi është gjithashtu i dobishëm për ata që vuajnë nga osteoporoza. Kosi për një humor më të mirë. Në mes të problemeve, stresit të punës ose çfarëdo gjëje tjetër që mund të largojë humorin tuaj, është e lehtë që të bini pre edhe stresit. Ka mënyra klasike për të përmirësuar humorin. Ushtrimet dhe gjumi mirë, por edhe ngrënia e kosit janë përforcues të mrekullueshëm të humorit, citon Brightside. Nëse doni të keni një sistem më të fortë imunitar, shtoni kosin në dietën tuaj. Në ditët e sotme është shumë e rëndësishme që të keni një sistem imunitar të shëndetshëm për të mbajtur larg problemet e stinës. Një nga mënyrat për të forcuar sistemin imun është të konsumoni probiotik që gjenden te kosi. Duke ngrënë kos çdo ditë, ju ushqeni traktin gastrointestinal me baktere të shëndetshme. Këto baktere të shëndetshme parandalojnë mbizotrimin atyre të këqija, gjë që çon në përmirësimin e shëndetit të zorrës dhe sistemit imunitar. Konsumi i përditshëm i kosit përveç të mirave të tij duhet të jetë gjithmonë sa më natyral. Kështu do të keni më shumë përfitime për organizmin dhe do të mbani larg komplikacionet. Kosi është i mirë për shëndetin e flokëve. Kosi është padyshim edhe një produkt shumë i mirë për flokun tuaj. Ai forcon folikulat e flokut dhe pastron skalpin nga zbokthi. Sigurohuni që ta hani kosin në dietën tuaj, sidomos atë të përgatitur vetë në shtëpi. Shëndeti i lëkurës do të përmirësohet me konsumin e kosit. Kosi është një nga recetat më të mira për femrat. Ai përmirëson lëkurën, shtrëngon poret dhe jep lëkurës elasticitet dhe shkëlqim. Është i dobishëm kundër simptomave të plakjes, ankthit, gjithashtu i bën mirë edhe femrat. E ftohura do të kalojë më shpejt me konsumin e probiotikëve të kosit. Kur imuniteti është i fortë, do të thotë se mposhten më lehtë edhe viruset dhe bakteriet. Konsumi 200 gram kos në ditë për të shpëtuar simptomave të ftohjes dhe problemeve me fytyrët mund të jenë një zgjidhje ideale. Ky produkt përgjysmon shanset e këtyre komplikacioneve fal elementeve ushqyes që mban. Kosi është i pasur me vitamina të rëndësishme për imunitetin. Kosi përmban fosfor, kalium, jod, zink, vitaminën B5 dhe vitaminën B12. Kjo e fundit është një nga vitaminat më të rëndësishme për rruazat e kuqe të gjakut dhe sistemin nervor. Kosi është i mirë për tensionin e gjakut. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësinë të rregullojnë tensionin e gjakut. Me sasinë e produkteve me pak yndyrë, rreziku i tensionit të gjakut do të bjerë me 50%, citojnë ekspertët e Healthside. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.